U rikëthyem në studio, pse do të thoni ju, sepse tashmë do të jemi në një lidhje Skype. Yes, dhe me stadim ne, ftuara jon ka filluar të bëj pikturat. Kam filluar pikturat? Po, na lajmërojnë që është duke pikturuar që tani. Pa ta shohim njerë. Mirëmëngjesi. Ornela Rapaj, mirëmëngjesi e dashur. Kënaqësi që të kemi pjesë programit, mirëmëngjes për ty edhe për Bebushin që kete barku. Është djala apo gocë? Është çunë, ka përshtypjen duket, jo, në fakt me çfarë kam pash edhe unë nga fotot, edhe nga piktura tani, ngjyra blu, bizotërot. Edhe te kukullat ishte Luani Vogël, ishte Peshku Tarieli, kështu që deri diku janë ato kukullat që preferojnë djemt. Shumë personazhe çunash. Po. Dhe Ornela, ky është fëmia jote e dytë apo jo, sepse të parin e ke çunë me stadion? Po, dhe që një është i bari. Mam çuna është ti. Ti kesh me jetë. Po, tani duat na tregosh pak mbi të gjitha si lindi dhe kjo dëshira dhe iniciativa, ideja për të pikturuar tek barku i Rumbulla Kostur. E ke bërë që me fëmijën e parë? Të gjë? Po. Ka ardhur diçka spontane, duke qenë se unë kam shumë qef pikturën dhe kam mbaruar liceun artistik për pikturë dhe kisha pak kohë një periudhë shumë të gjatë që nuk pikturoja më dhe thash pse jo mos këtë dhuratë që ma dha Zoti ta shfaq tek fëmia im te barku dhe si vendosa. Po si jemi kurioz, si realizon ato pikturat? Pra, se duket pak... Po, na tregoj pak. Po. Penela, bojra, me një pasqyrë për para dhe... me pasqyrë për para. Si orientohet. Që për momentin nuk e kam këtu, edhe kështu, vizatoj. është pak e lodhshme, por gjithsesi ja dalim. Sa kohë të merr? Varet nga personazhi, mund të doj një orë, mund të doj një orë e gjysmë, 2. Varet sa nga ke s'ka, po. Gjithsesi... Edhe mund të lodhem dhe pushoj pak, kupton? Po, atë do thoja që duke qenë se ti je në periudhën më të bukur të shtatzanisë, ke vendosur që këto muaj t'i shijosh, të marrësh kohën tënde, të bësh gjërat që të pëlqejnë. Pikturën që ne po shohim aktualisht te barku yt, e ke përfunduar apo ka ende nevojë për detaje? Ka ende nevojë. Jo, thjesht pak ngjyra të tjera nëse mund t'i jepja, por duket një bebush shumë po që duket shumë e bukur. E i shikon diku këto? Konkretisht të bebin për shumë? I marr personazhe nga interneti, diçka të tillë, po. A mendon se ndikon të bebin kuptimin që mund t'japësh profesionin e piktorit kur të rritet? Jo, absolutisht jo. Fëmia im do jetë i lirë të zgjedhë çfarë profesioni të doj. Sa bukur. Mund të jetë ndonjë kështu si energji mistike ndonjëherë. Po, prandaj po themi pra që dëshira ime është që ky fëmijë të vi me plot ngjyra në jetë. Dhe kështu. Okej. Po, të zgjedhë profesionin, pastaj dëshirën që çfarë të do. Patjetër. Ornela, ti the që në shtatzaninë tënde të parë me djalin ke filluar t'i bësh këto piktura, edhe unë nuk e di sa të tilla mund kesh bërë ti deri më tani, edhe sa shpesh pikturon, sa herë ke frymëzim apo ke dëshirë që për shembull një herë në javë patjetër ta bësh diçka dhe ta kesh pjesë të një koleksionit tënd, se një qëllim e ke kam përshtypjen. Po, kam bërë diçka, kam filluar një herë në javë, është një dizenjo si obligo për mua tani. Por dhe dizenjë të tjera, për shembull kjo është ekstra, bëj. Varet, nuk është si më jep frymëzimin, ngrihem në mëngjes, nëse kam dhe pak lirë, djali më le, në shtatzaninë e parë kisha më shumë kohë të lirë. Kurse në këtë është djali që ma merr pjesën më të madhe të ditës. Po shikoj edhe në video, po edhe tani në këtë momente që mban një varsje që është goxha e gjatë dhe një glob, nuk e di, ka një kuptim varsja? Për syrin e keq. Atëherë është, po, ne ta quajmë syrin keq, është një traditë meksikane, nuk është e jona, por thjesht mon ka ardhur dhuruar dhe mbaj dhe në këtë shtatzani dhe në shtatzaninë e parë kam mbajtur. Është thjesht që largon të këqijat nga nëna dhe babai. Po, pak një mali, goxha e gjatë dhe binte në si ai mali. Bashkëshortin e ke italian apo jo? Po, me në shes italiane. Ç'mendim ka ai për këto pikturat?
Që bën të Ka barë. qenë mbështetje. Në fillim kam qenë unë pak se si do merresh tek njerëzit, se si do reagonin kur të më shihnin duke vizatuar në barkun. Dhe është ai koma ajo tradicia që femrat me barkun në shesh, shazane, shturp, të quajmë kështu. Dhe ka qenë ai shtysa që u kam bërë live. Në këtë shazani akoma nuk ka filluar në live. Por në shazanin e parë ka qenë ai shtysa që unë hyja në TikTok dhe bëja live, vizatoja live. Çfarë që komentet më të shpeshta që merje? Pra reagimi i nënave, mamave, vajzave të reja që të shikonin që ti Për mirë apo për keq? Të dyja? Të dyja? Ka shumë pafund mesazhe komenti që më vijnë për mirë, që shijoj shtatzanin, s'ka gjë më të bukur, lumtish e shijon në këtë mënyrë. Ka dhe nga të komenti që është turp, është shef mëhalla, shef vjerria. Po, çfarë thon familjarët? Tani, normalisht dhe partneri yt është italian, kështu që vjerrën e ke italiane. Për fat keq vjera nuk më jeton, është ndarë nga jeta, 2 vjet më parë. Por ka qenë mbështetëse. Shumë. Na tregon Ornella, Ka qenë në fazën që unë i bëja pikturat, ajo ka qenë në jetë dhe kishte dëshirë, i shifte me shumë dëshirë pikturat. Shumë gjë e mirë. Si e njohur me partnerin, Ornella? Jam njohur në Itali, unë kam shkuar në Itali përpara disa vitesh, duke që nga jeta aty në Shqipëri që puno dhe një të ardhur nuk e ketë që mund të bësh një palpushime apo diçka tjera. Dhe nga kjo ekonomia keqe u shpërngula për drejt Italisë dhe aty e kam njohur. Pra, sa shkurt që i re, Ornella. Lëvizje për një jetë më të mirë. Na tregoj çik momentin e parë të pa ai, e pe ti, duam detajet. Është pak e çuditshme, po jemi njohur në një sit të njohjesh. Në një aplikacion njohjesh, po? Unë e kam marrë si tip loje në fillim fare. Po pse, nuk është e çuditshme, është shumë normale. Po thjesht po shkëputem nga një monotoni e përditshme. Po. Dhe ashtu ka vazhduar, pastaj më pas një herë, 2 herë, 3 herë, duke qenë se ai jetonte në Zvicër dhe e kishte ardhur me pushime në Itali. Dhe zbiste më shpesh pastaj. Okej, u shpërngul tani në Itali jetoni apo në Zvicër? Jo, jam shpërngulur, unë kam ardhur në Zvicër. Okej. Ishte vendimi vështirë për ty pjesa e shpërnguljes, duke qenë se ndoshta në Itali ishe stabilizuar, kishe jetën tënde dhe më pas duhet lihesh çdo gjë për bashkëshortin për një jetë re nga zero. Shumë e vështirë, duke qenë se unë nuk është se kam shumë qejf vendet e ftohta dhe kjo ka qenë një si shok pak mund ta themi, por pastaj duke menduar për të ardhmen time dhe për të krijuar një jetë të re, një familje, dhe vendosa që po, ky është personi i duhur për mua dhe e marr të vendimin. Pastaj edhe përveç kësaj, Zvicra ka lek tani, më thon drejt. Tani jetesa është më mirë. Ka dhe lek dhe nuk ka lek, por Po, varet sa punon, patjetër. Jetesa është më mirë, mendojmë. Ndryshe nga Italia, ndryshe nga Shqipëria, po, është më mirë ekonomia. Po. Por është jeta ajo që më erdhi në këtë dashuria, mund ta them, krijimi i familjes, që më solli këtu ku jam. Ti në Itali, kur vendose të emigroje, ishe vetëm, apo me familjen? Familja nuk ka qenë mbështetëse për absolutisht për largimin tim nga Shqipëria, por më pas e kuptuan që aty nuk kisha më të ardhme dhe ishin mbështetëses më pas, por nuk ka qenë dakord. Për shkak se ishe larg, kishin frikën sa vetëm, një shtet të huaj. Vetëm, një gocë, babai im kishte gjithmonë gocat afër, ishte ajo largësia, se si mund ta vazhdoja jetën atje, probleme, edhe i kishte atë frikën e vet. Si një babanjat, po. Është pak e vështirë për gocën. Shkove me studime fillimisht në Itali apo me idenë për të punuar dhe për kam shkuar me agjenci pune. Okej, ke qenë direkt e punësuar. Po, guxim është në fakt, me thënë drejtën shkosh vetëm në një vend huaj edhe të nisësh çdo gjë nga zero. Është guxim, po bravo të shoh që e ke marrë përsipër. Kur i ke, po, se është pak tani dhe me traditat tona shqiptare. Kur i ke prezantuar familjes, partnerin, çfarë thanë, cila ishte
më thënë, si ishte reagimi, komentet e para, duke qenë se unë e di tani që prindrit tanë kanë pak atë dëshirën që partneri bashkëshorë të ynë tjetë shqiptar. Mirë që iku në Itali, po edhe burrin italian. Edhe burrin e mori italian. Po që janë të lumtur, më mirë me italian se sa me shqiptar. Pse? Ashtu thon ata apo kështu thua ti? Nuk e di, ndofta shohin jetën time, shohin marrëdhënien time me burrin, që kemi marrëdhënie shumë të mirë dhe për të ndjen shumë të lumtur. Nuk më ka shprehur asnjëherë keqardhje që pse unë jam njohur me një italian apo me pse ka vazhduar të jetë, jo, janë të kënaqur. Kanë zgjedhur lumturinë tënde. Po, dhe na bëhet shumë shefi për këtë. Shtatzania si po të shkon? Nga është një shtatzanie mbar, i ke pas njësoj të dyja shtatzanit apo jo, krahasuar me të parën, dukesh në gjendje shumë të mirë, po nuk e di se si e përjeton ti. Në fakt shtatzania e parë ka qenë shumë ndryshe nga kjo shtatzani tani. Ka qenë më e gëzuar, nuk e di, ose ndoshta nga që ishte e para, dhe nuk kam pasur probleme me këtë shtatzanin, janë pak probleme të vogla, diabeti, anemia, kështu. Por jo sepse nuk është e mirë si shtatzani, domethënë po thjesht probleme pak të vogla me shëndetin. Po. Okej, ndërkohë duhet të kesh një kujdes më të madh kësaj. Sepse ndërkohë ti ke dhe djalin e vogël, ë? Djali nga e para që ka qenë, nuk kam pasur probleme, thjesht kam qenë dhe energjia ka qenë më e mirë, kurse me këtë kam pak nerva më shumë. Kam pak më ndryshe me këtë shtatzanin e dytë. Djali është 2 vjeç, djali madh? 2 vjeç. 2 vjeç. Kështu që ti ke edhe një fëmijë të vogël njëkohësisht për të kujdesur, ai do kohën e vet, do vëmendjen e vet, edhe ta merret pak edhe atë energjinë, edhe fazën që ti ke për të shjuar këtë shtatzani, kështu që është e kuptueshme nga njëra anë. Imagjinojnë çik veten tash me 2 fëmijë si doja dalësh kur të vinë jetë edhe i dyti? Të ka zënë çik frika? Ne me femrat të gratë jemi të forta, kështu që ja dalim. Ja dalim. Po partneri sa suportues është, sa të ndihmon tani që normalisht kujdeseni edhe për djalin tjetër. Shumë më ndihmon, jashtëzakonisht shumë. Pelenat janë ndërrohen, e ushqen, e lan, kur mundem, patjetër që po. Sa mirë. I bën shumë suportues. Më vjen mirë. E qonë kopësht, e merr nga kopshti. Ka shumë gjëra që kemi një ndërthurje, kur nuk ka mundësi ka ai, kur s'ka ai ka mu, kështu që Të merr malli për Shqipërinë, Nela? me thënë të drejtën, jo. Jo? Jo. Po merr malli vetëm për familjen që jeton aty, por për Shqipërinë jo. Na i zhgënjeve gjithë shqiptarët thu me këtë që the, se gjithë emigrantët me zipresin të vinë. Jo, është hera e parë që në gjoj. Përse jo? Pra, çfarë të bën ty të mos kesh dëshirën që të kthehesh në Shqipëri, përveç dashurisë që ke për familjarët e tu, që është më se kuptueshme dhe dihet tashmë. Sepse ajo Shqipëri më bëri që ti kisha aty. Nuk kisha një të ardhme, sepse po të kisha të ardhme unë doria aty. Që të jemi po të them që më mungon Shqipëria, jo, nuk më mungon Shqipëria. Mirë, ndoshta kam përshtypjen nuk të mungojnë këto pjesa e burokracive, gjërave ekonomike që mund të jenë këto problemeve, po nuk është se s'merr malli për tokën tënde, se kam përshtypjen. Po. Nëse një shtet të këto ofron të ardhme ekonomike që të kesh mundësi të punosh dhe të kesh të ardhura, të paktën të krijosh diçka tënde, nuk kam çfarë e dua. Po pra, me një tjetër që ke mundësi. Me sa po kuptoj, një gusht. Ornela ti si shumë shqiptar tjerë je zgënjur me sistemin, pra. Me mënyrën se si funksionojnë gjërat në Shqipëri, po jo se ke ndonjë gjë me Shqipërinë si shtet apo si tokë, si dhe, po. Shqipërinë e duan gjithë. Po, ndaj po them. Dëgjoj, Shqipërinë për qefe po e duan. Për pushime, për qefe, malet po, detet po i kemi. Për qefe e vërtet është. Me që jemi të Shqipëria. Nuk mendoj se është ta dua Shqipërinë vetëm sepse ka male dete. Ta dua Shqipërinë me shumë gjëra ndryshme. E të drejtë gjykimin tënd. Me që po flisim për Shqipërinë, për çfarë nga gatimet shqiptaret ka shkuar në mendje gjatë shtatzanisë? Ndoshta po bëj krim që po ta bëj këtë pyetje kur je në pritje të ëmbël se mund të ketë shkuar mendja për diçka që ndoshta se ke aty, po guxova të ta bëja gjithsesi. Nuk kam neps të madh në këtë shtatzani, por thjesht është dëshira që të hash shumë ëmbëlsira. Ëmbëlsira dhe pikërisht që në këtë shtatzani ke pasur dhe pak probleme të vogla me diabetin. Për shkak të diabetit. Po. Dhe ishte vështirë. Ishte ajo baklava e vitit të ri që unë po e kam shijuar baklavan e vitit të ri. Po, ai ishte.
Gjithashtu dhe Mishin Ahel e kam shijuar. Mishin Ahel. Mishin Ahel kam shijuar më shumë. Dhe sa ko do që të vi bebi në jetë? Dhe 2 muajt e tjerë. E 2 muaj. 2 muaj. Erdi shumë shpejt. Shijoj shto muajt e fundit. Shijoj muajt e fundit sa më shumë, sepse nuk ka gjë më të bukur se sa kjo pritja e ëmbël dhe kushdo gjë shkon shumë mirë edhe me shëndetin. Edhe ta shijosh edhe djalin që ke të rritur edhe djalin që do të vis, ka gjë më të bukur se të shohësh 2 fëmijë, sidomos 2 vëllezër bashkë, që je shumë e fat, je shkuar që i ke. Ta shoh si do reagoj çuni kur të vi çuni tjetër në jetë. Me si po pres me të drejtën. Një pyetje. Po. Pas si të lindësh djalin, tentativa të tjera do kesh për ta bërë një vajzë? Shifet... E do një gotë? Dëshirë e madhe është e burit tim për të pasur një gocë. Unë nuk është se kam dëshira të kem goca. Mirë, pra ti që ke realizuar me dëshirat e tua. Ti e okej. Por, nëse Zoti ma fal, ma jep, pa tjetër që po. është e mirë pritur. Inshallah. Dhe kam përshtypjen që nëse do të vi shtatzania me gocën, ajo ngjyra roz që kete bojtushat aty pa mbaruar, do të mbarohet. Do ta bësh në punë. Ornella, faleminderit shumë. Shumë faleminderit Ornella. Shtatzani sa më të mbar dhe faleminderit. Sa më mbar. Na dhe energji shumë pozitive këtë mëngjes. Të përshëndesim shumë përqafime për ty dhe bebushat. Pafshim. Mirë. O, sa lezet shumë. Shumë e bukur, po, vërtet. Edhe të shikoje, më thënë, nuk më kishë rastisur në njerë që në lidhje Skype, kemi pasur mama, pra ishe janë në pritje të ëmbël, po në këtë formë, pra me barku të bullakosur, në duke dhe me pikturat të barkus, na kishte ndodhur në njerë. Ishte shumë e bukur dhe më vjen shumë mirë që vajzat tona shqiptare po thyen çdo stereotip të mundshëm, edhe këtë pjesën e faktit që nuk shfaqet barku se është turp, jo më shfaqet, se është gjëja më e bukur botë, po vjen një jetë e re. Nuk është se të turpi, unë mendoj që e kanë më shumë pak të syrit, të besytnit. Jo, në kontekstin shqiptar, Kris më besoj që thonë është turp, nxjerrësh barkun, shfaq lëkurët, doja ta shikoja ndryshe. Mirë, gocat e reja po bëjnë diferencën, a madhe për këtë vjen mirë. Po, bëjmë një shkëputje publicitare, kthehemi shumë shpejt.